kaluar. Nga lajme ndërkombëtare kemi veçuar Spanjën dhe Francën, cilat po vazhdojnë betejën me zjarret. Më shumë se 200.000 njerëz janë evakuar në 2 shtetet evropiane, derisa zjarrfikësit po luftojnë për të kontrolluar përhapjen e plagëve të zjarreve. Autoritetet franceze urdhëruan që Gadiçulli Keferet të evakuohet fshat pas fshati përballë një zjarri intenziv dhe shumë të paparashikueshëm që ka djegur më shumë se 19.000 hektar pëll, raportoi kështu Guardian. Qeveria e Spanjës shpalli emergjencën e saj të parë kombëtare për një zjarr të madh, ndërsa 2 zjarre të mëdha u bashkuan në një jashtë Madridit dhe një i tretë ishte në prag të bashkimit me to mes nxehtësisë përvoluese dhe kushteve të thata në pjesën më të madhe të Evropës jugore. Të 2 shtetet kërkuan ndihmën e BE-s. Shkencëtarët thonë se prishja e klimës po shkakton mot ekstrem, duke nxitur zjarret dhe duke sjellë mijëra viktima.